Para se të fillojmë, lëreni një koment se nga cili qytet po na shikoni. Nuk e dija që jetët tona ishin ndortuar mbi një gënjeshtër. Një gënjeshtër që kishte mbjetuar 8 dekada, 2 luftra, 3 gjenerata dhe numrin e panumër të ditëve të heshtura. Gjithçka filloi atë pas dite vjeshte, kur hyra në dhomën e gjyshes dhe e gjeta duke qarë para një kutie të vjetër drusore, duke mbajtur në duar një fotografi të verdhë nga koha. Gjyshe? E thira, por ajo nuk më dëgjoi. Në duart e saj të dridhura nga mosha, në ato duar që kishin punuar tokën, kishin pjekur bukë për 5 fëmijë, kishin fshirë lot dhe kishin bekuar martesa, ishte një fotografi që unë nuk e kisha parë kur më parë. Fotografia e një vajze të vogël me flokë të krusur, me sy të modhenj dhe të zinj, duke mbajtur një kukull pëlhure. Kush është? Pyeta, duke ulur pranë saj. Gjyshja më pa. Në sytë e saj të lodhur, në ato sy që kishin parë shumë, pash diçka që nuk e kisha parë kur më parë. Frikë. Frikë të thellë, të vjetër, që kishte rrënjë në shpirt. Është koha, tha ajo me zë të thyer, duke e shtrënguar fotografin aq fort sa gishtrin të saj u bën të bardhë. Është koha që të dini të vërtetën, e vërtetën që kam mbajtur për 85 vjet. Dielli i tetorit po perëndonte pas kodrës, duke ngjyrosur qiellin me nuanca portokalli dhe vjollës. Dhoma e gjyshes, e vogël dhe e ngrohtë, plot me aroma kamomili dhe lavandule të thatë, papritur më dukej ndryshe. Çdo send, orvatja e vjetër e murit, qilimi i thurur me dorë, shtollungat me fotografi familjare, tani më shiheshin si dëshmi të një historie që nuk e njihja. Gjyshja Fatime, gruaja e vogël dhe e dobët nga mosha, por me një dinjitet që asgjë nuk ja kishte thyer dot, ul në karrigen e saj të preferuar pranë dritares. Unë mbeta në këmbë, e hutuar, duke pritur. Ulu, më tha ajo duke trebuar karrigen tjetër. Ajo që do të dëgjosh sot, do të ta ndryshoj gjithçka që mendon se di për këto familje, por është e vërteta, dhe e vërteta edhe kur dhemb duhet thënë. Gjyshe, po më trëmb, pranova. Ajo buzëqeshi, por ishte një buzëqeshje e trishtuar, e rënduar nga barra e viteve. Kam 5 fëmijë. Apo kështu mendojnë të gjithë? Babai yt, Enveri, tezja Mira, xhaxhai Ismail, tezja Shpresa dhe xhaxhai i vogël Beqir. 5 fëmijë që i kam rritur, ushqyer, dashuruar. Heshti. Duart ja dridheshin mbi gjunjë, por e vërteta është se kam pasur 6 fëmijë. 6. Dhe asnjëri prej jush nuk e ka ditur kurrë. Zemra më ra në bark. 6? Si ishte mundur? Ku ishte fëmija e 6? Si mund të... Fillova, por ajo më ndaloi me një gjest të dorës. Dëgjoje historinë time deri në fund, tha. Pastaj, nëse më urren, do ta kuptoj. Perëndia e di që edhe unë kam urryer veten time çdo ditë që prej asaj dite. Nxori nga xhepi një shami të bardhë të vjetër, e palosur me kujdes dhe e qeli. Brenda ishte një gëshet flokësh kafe të lidhur me një fjongo roze zbet. Kjo është e vetmja gjë që më ka mbetur prej saj, tha duke qarë. E vetmja gjë që nuk guxova ta hedh, edhe pse më dogji shpirtin çdo herë që e preka. Saj? Gjyshe, për cilën po flet? Për Klarën, tha ajo, dhe emri doli nga goja e saj si një përshpëritje e shenjtë, si një lutje. Vajzën time të parë, fëmijën tim që askush nuk e ka njohur. Vajzën që më detyruan ta braktis kur ishte vetëm 2 vjeç. Dhoma rrotullohej rreth meje. Gjyshja ime, gruaja që njihte gjithë fshati si shembull besnikërie, ndershmërie dhe morali, kishte braktisur një fëmijë? Ishte e pamundur. Duhet të kishte një shpjegim. Si ndodhej? Pyeta duke u përpjekur të mbaja zërin në qet. Gjyshja shikoi nga dritarja, ku vija e fundit e dritës, po zhdukej pas kodrës. Ishte viti 1958. Unë isha vetëm 17 vjeç. E bukur, e re, plot ëndra. Jetonim në Kosovë, në një fshat të vogël malor, ku të gjithë njihnin të gjithë.
dhe ku traditat ishin ligj më të forta se çdo ligj shtetëror. Zëri i saj u bë më i butë, më i largët, sikur po udhëtonte prapa në kohë. Babai im, gjyshi yt i madh Selim, që se ke njohur dot, ishte njëri i rrept. I mirë, por i rrept. Nëna ime, Aisheja, ishte më e butë, por nuk guxonte të fliste kundër burrit. Kështu ishte jeta atëherë. Gratë dëgjonin, gratë heshtnim. Kisha 3 motra dhe 2 vëllezër. Isha e dyta nga vajzat. Motra më e madhe, Hatixha, ishte martuar me një djalë të fshatin fqinj kur ishte 15 vjeç. Dhe tani, pritej radha ime. Por unë nuk doja të martohesha me njeriun që kishin zgjedhur për mua prindrit e mi. Ajo heshti, duke marrë frymë thellë. Ata më kishin premtuar për Exhepin, djalin e një familjeje të pasur nga Lugina. Ai ishte 30 vjeç, i martuar njërë më parë. Gruaja e kishte vdekur gjatë lindjes. Ishte njëri i ashpër, me sy të ftohtë, që më shikonte sikur të ishe mall që kishte bler. Dhe unë e urreva. Fjalët e fundit i tha me një forcë që nuk i kisha ndjer kur më parë te ajo. Por ju u martuat me gjyshën Rahminin, thash unë. Ai ishte njëri i mirë. Po, tha ajo duke buzëqeshur në përlot. Rahmini ishte shpirti i mbinjak, por para se ta takoja atë, pa ta takuar dikë tjetër. Ajo e shtrëngoi përsëri fotografi në duar. Pa ta takuar Antoine. Emri ra si një gur në ujë të qetë, duke krijuar valë që shtrieshin në të gjitha drejtimet. Antoine? Përsërita. Është emri huaj. Ishte francez, tha gjyshja. Inxhinier, kishte ardhur në Kosovë me një kompani që ndërtonte një urë në lumin e fshatit ton. Ai ishte i ri, 24 vjeç, i gjatë me flokë të artë si gruri, me sy të kaltër si qielli qartë i verës. Ajo buzëqeshi dhe për një moment e pash vajzën 17 vjeçe që kishte qenë dikur. E takova pranë burimit. Isha shkuar të merrja ujë me testinjen e bakrit, siç bëja çdo mëngjes. Ai ishte atje, duke larë fytyrën në ujin e ftohtë. Kur më pa, u ngrit dhe më foli në një shqip të çuditshëm, të thyer por të bukur. Bonjour, mademoiselle, më tha, dhe pastaj duke u munduar, mirëmëngjes, bukur, vajzë. Qesha, s'mund të ndaloja. Dhe ai qeshi gjithashtu. Dhe në atë moment, në atë qeshje të ndershme, diçka u ndez mes nesh. Gjyshja më sikoi me sy plot dhimbë. E di çfarë po mendon, që isha e papërgjeshme, që isha e marrë, që tradhtoa familjen time, dhe mbase të gjitha këto janë të vërteta. Por dashuria e vërtet nuk pyet për ligje apo për tradit. Ajo thjesht është. Fillova të takoja fshehurazi. Çdo mëngjes kur shkoja për ujë me testinën e bakrit, siç bëja çdo mëngjes. Ai ishte atje, duke larë fytyrën në ujin e ftohtë. Kur më pa, u ngrit dhe më foli në një shqip të çuditshëm, të thyer por të bukur. Bonjour, mademoiselle, më tha, dhe pastaj duke munduar, mirëmëngjes, bukur, vajzë. Qesha, s'mund të ndaloja. Dhe ai qishi gjithashtu. Dhe në atë moment, në atë qeshje të ndershme, diçka u ndez mes nesh. Fillova të takoja fshehurazi. Çdo mëngjes kur shkoja për ujë, çdo pasdite kur prindrit mendonin se isha në mal për dru. Ai më mësoi frëngjisht. Unë mësova atë shqip. Më tregonte për Parisin, për Luanën, për detin që nuk ishte kufi. Unë i tregoja për malet tona, për këngët tona, për mënyrën tonë të jetesës. Ai ishte i ndryshëm nga çdo djalë që kisha njohur. Më dëgjonte, më pyeste çfarë mendoja, çfarë doja, çfarë ëndroja. Edhe kur më shikonte, ndihesha si qielli më i gjerë. Ajo heshti, dhe në heshtjen e saj dëgjova peshën e 10 viteve. Një natë, në hënën e plot të gushtit, pranë urës që po ndërtonte ekipi i tij, ai më kërkoi që të ikte me të në Francë. Më tha se do të më merrte me vete, do të më martonte sipas ligjeve të atij vendi, do të më jepte jetën që ëndërroja. Dhe unë i thash po. Zëri saj u thye, por nuk e dija, se dija që tashmë e mbaja brenda meje.
fjalët e fundit më lanë pa frym. Ishe shtatzën? Ajo lëvizi kokën pohues, duke i rënë lotët mbi duar. E kuptova 2 javë pas asaj nate. Fillova të ndjesha keq në mëngjes. Nëna e vuri re. Ajo si gratë e vjetra e kuptoi menjëherë. Më mori mënjan, më bëri pyetje. Unë nuk guxova të gënjeja. Kur i thash të vërtetën, kur i thash për Antoaninën, ajo u bë e bardhë si gëlqere. Nuk foli për 2 ditë të plota. Pastaj, një natë, më zgjoi dhe më çoi në dhomën ku flinte me babain tim. Gjyshja më shikoi me sy plot merr të vjetër. Babai më rahu, jo me shpul, jo me fjalë, por me grusht. Më tha që kisha turpëruar familjen, që kisha dhunuar nënën, që kisha shkatruar emrin e gjithë shtëpisë. Vëllai im më i madh, Alushi, më thirri kurva. Motrat më kthyen shpinën. Edhe u vendos, duhej ta hiqja. Fjalët ranë si gur në errësirë. Nuk, thashun. Jo. Po, tha jo. Më çuan tek një plak në fshat, një lloj shërbetoreje që bënte punë të tilla. Por unë u përpoqa të largohesha. Vajta te Antoanini. E gjeta në kantierin e urës. I tregova gjithçka. Ai më përqafoi, më that mos kisha frikë, që do t'ikte me mua menjëherë. Por nuk ishim mjaft të shpejt. Zëri i saj tani ishte vetëm një pëshpëritje. Ata erdhën, vëllezërit e mi, babai im, disa burra të fshatit, sollën edhe policin lokale, ose ata që quhnin policia atëherë. E akuzuan Antoninën se më kishte rrëmbyer, se më kishte dhunuar. Ai u përpoq të shpjegoj, por nuk e dëgjuan. E rahën derisa ra në tokë. Dhe mu përpara syve, mu aty ku qëndroja unë, mu në vendin ton të fshehtë pranurës, e detyruan ta nënshkruante një dokument ku pranonte se do të largohej nga Kosova dhe nuk do të kthehej kurrë. Më vështroi nga toka, me budhen e plasur, me sy plot gjak dhe lot, dhe më tha: "Je t'aime, Fatime. Je t'aime pour toujours. Të dua, Fatime. Do të dua për gjithmonë." Ishte hera e fundit që e pash. Kisha ndirë se kisha marrë një grusht në bark. Ishte e pabesueshme, ishte e tmerrshme, dhe ishte e vërteta. Çfarë ndodhi pastaj? Pyeta me zë të mbytur. Më futën brenda shtëpisë te ajo. Nuk më lejuan të dilja, as në obor. Dritaret i mbyllën me dërrasa. Më mbyllën si kafsh. Nuk më flisnin përveç se për të më sharë. Ushqimi më erdhi në derë, dhe kështu kalova 3 muaj. Por nuk desha ta hiqja, edhe pse nëna më luturonte, edhe pse babai më kërcënonte, edhe pse motra më thoshte se do të vdisja e pa nder. Unë vendosa ta mbaja. Sepse ishte Antoninit, sepse ishte dashuria jon. Kur ata e kuptuan se nuk do të tërhiqesha, ndryshuan plan. Gjyshja mori një frym të thellë. Më tha se nëse do ta mbaja do duhet ta jepja për birësim, që fëmia nuk mund të mbante mbi emrin ton, që do të jetonte me dikë tjetër, larg, ku askush nuk do ta dinte se nga vinte. Dhe nëse nuk pranoj, pyeta, duke ditur tashmë përgjigjen. Atëherë do të vritej sapo të lindte. Tha ajo dhe fjalët i dolën të ftohta si akulli. Atëherë ishin kohë të tilla. Fëmijët e palishëm, sidomos nga lidhje me të huaj, ishin turp më i madh se vdekja. Disa familje vritën foshnjët e tilla. Unë e dija, të gjithë e dinin, por askush nuk fliste. Kështu që vendosa do ta mbaja, do ta linte, por pastaj do ta jepja. Sepse më mirë ta shihja të gjallë edhe larg se sa të vdekur. Heshte që mbretëroi pas fjalëve të saj ishte e rëndë si gurvarri. E linda në mars të vitit 1959. Ishte vajzë, e vogël, e bukur, me flok kafe si Antonini, por me sy të zinj si të mit. E emërtova Klar, emrin që Antonini kishte dashur për vajzën tonë. Qofte edhe vetëm për 2 ditë. Ajo ishte imja. Për 2 ditë e mbajta, e ushqeva, i këndova, e puthi, e lash të flinte në kraharorin tim, dhe çdo çast e dija që po vinte momenti kur do të më merrte prej duarve. Dhe erdhi. Ditën e 3 pas lindjes, ata erdhën. Nuk ishte një familje e zakonshme që vinte të merrte foshnjën për birësim, siç më kishin premtuar. Ishte një grua e veshur me të zeza, e shoqëruar nga një burr në uniform. Nuk më than emrin e tyre, nuk më than nga vinin, nuk më than ku do ta çonin vajzën time. "Dua ta jap tani?" pyeta, duke e shtrënguar Klarën në gjoks. "Tani?" tha babaim, pa më parë në sy.
vetëm pak më shumë, u luta unë, vetëm disa orë të tjera. Tani, thiri ai, dhe zëri i tij mbushi dhomën si bubullim. Gruaja në të zeza u afrua, duart ia zgjati nga unë, dhe unë, duke qarë, duke drillt, duke ndjerë se më shkëputej zemra nga gjoksi, ja dhash vajzën time. Klara nisi të qaj, një e qartë vogël, të dobët, sikur edhe ajo e dinte se po ndahej nga nëna. Jo, pëshpërita, jo, ju lutem, jo. Për gruaja ja ktheu shpinën dhe doli ma dhoma. E pash nga dritarja ndërsa hynte në një makinë të vjetër të zezë. E pash ndërsa makina largohej në rrugën e pashtuar të fshatit. E pash derisa u bë një pikë vogël, pastaj asgjë. Dhe kështu, vajza ime ishte zhdukur. Për javë të tëra nuk hëngra, nuk fola, vetëm shtrihej në krevat dhe shikoja tavanin. Nëna më solli ushqim, por unë nuk e prekja. Motra e vogël, Sabriu, u përpoq të më ngushëllonte, por unë e ktheva kokën. Në zemrën time kishte krijuar një vrim të zezë, që po gëlltiste gjithçka. Çfarë i ndodhi? Pyeta, duke u përpjekur të mbaja zërin. Ku e quan? Gjyshja tundi kokën. Nuk e dija. Babai nuk më tha asgjë. Kur u përpoqa të pyes, më kërcënoi se nëse do ta hapja gojen, do të më dërgonte në një spital psikiatrik, dhe atëherë njerëzit vërtet zhduken në ato vende. Kështu që heshta, dhe heshtja më hëngri nga brenda. Ajo heshti për një moment, duke fshirë lotët që rrjedhin pa ndërprerje. Një vit më vonë, më martuan me Rahminin. Ai ishte nga një fshat tjetër, nuk e dinte historinë time. Ishte burr i mirë, i butë, i sjellshëm, dhe me kalimin e kohës, mësova ta dua. Jo siç kisha dashur Antoanetën, asgjë nuk mund të krahasohej me atë, por një dashuri të ndryshme, një dashuri të qetë, të sigurt. Pata 5 fëmijë me të, 5 fëmijë të mrekullueshëm. Por çdo herë që mbaja një foshnjë në krah, mendoja për Klarën. Çdo herë që këndoja një ninull, dëgjoja zërin e saj të vogël duke qarë. Çdo herë që kremtoja një ditëlindje, ajo mungonte. Rahmini e kuptoi që kishte diçka që nuk shkonte. Një herë, vite më vonë, kur qem të vetëm, më pyeti. Dhe unë ja tregova gjithçka. Prisja që t'i natosej, të më linte, të më urrente, por ai më mori në krah dhe më tha: "Ajo vajzë është edhe e imja. Nëse ndonjëherë kthehet, do ta mirëpresim si të tonën." Gjyshja buzëqeshi në përlok. Ky ishte burri im, kjo ishte dasuria e vërtet, dhe për 54 vjet ai më mbajti sekretin. Deri ditën që vdiq, 3 vjet më parë, nuk i tha kurrë askujt. Dekada kaluan, Kosova ndryshoi, Jugoslavia u shemb, erdhi lufta e viteve 90, pastaj paqja e pasigurt, pastaj pavarësia. Gjyshja dhe gjyshi mbietuan gjithçka, urinë, frikën, bombardimet, ikjen nga fshati në male, kthimin në shtëpi të djegur, rindërtimin. Dhe gjithë atë kohë, Klara ishte një fantazëm e heshtur që banonte në zemrën e gjyshës. Nuk kaloi asnjë ditë pa menduar për të, tha ajo. Çdo vit, ditën e 12 marsit, ditën që kishte lindur, ulesha vetëm në dhomë dhe këndoja ninullën që ja kisha kënduar në ato 2 ditë. Çdo vit, i thoja në heshtje: "Gëzuar ditëlindje vajza ime. Kudo që je, shpresoj të jesh e lumtur." Ndërsa fëmijët e mi rriten, babai yt, tezët dhe xhaxhait, shpesh pyesja Perëndin: "Pse? Pse më more aty që doja më shumë?" Por nuk mora kurrë përgjigje. Prova ta kërkoj. Një herë, në fillim të viteve 70, shkova në Prishtinë tek zyrat shtetërore. Pyeta për dosjen e birësimeve, por ato ishin të mbyllura, të klasifikuara. Më thanë se nuk mund të hapeshin pa autorizim special. Nuk e kisha atë. Një herë tjetër, në vitet 80, takova një grua që punonte në një jetimor. I tregova historinë time, pa emra, pa detaje, vetëm se kisha humbur një vajus. Ajo më shikoi me keqardhje dhe më tha: "Nuk e di nëse do ta gjesh ndonjëherë. Sistemet e birësimit ishin kaotike, shumë dosje u dogjën, shumë fëmijë u dërguan në shtete të tjera.
mundet që vajza jote të jetë në ndonjë vend tjetër. Edhe aty humbi çdo shpresë. Gjyshja shikoi nga dritarja, ku tani nata kishte rënë plotësisht. Vitet kaluan. Fëmijët e mi u martuan. Patën fëmijët e tyre. Ti linde, më tha, duke më shikuar. Ti dhe kushërinjtë tu. Dhe unë qesh me ju. Luajta me ju. Ju dhash dashuri. Por një pjesë e zemrës sime gjithmonë ishte me vajzën që nuk e njihte askush. Disa herë, kur ecja në rrugë, ku shikoja një grua të moshuar, dikush që mund të ishte Klara e rritur, ndalesha dhe e vështroja. Mendoja, vallesht ajo? Por kur nuk guxova të afrohesha. Si mund t'i thoja dikujt, ndoshta je fëmia im që braktisa para 50 vitesh? Dhe kështu, vite pas viti, mbajta sekretin. Edhe kur Rahmini vdiq, edhe kur mora moshën, edhe kur fëmijët e mi më thanë të shkonim të jetojmë me ta, nuk fola. Ajo më shikoi me sy plot ndërgjegje të rënduar. Por tani jam 85 vjeç. Nuk e di sa kohë më ka mbetur dhe nuk dua të vdes më këtë barë. Nuk dua që të vdes pa ditur nëse vajza ime është gjallë, e lumtur, e shëndosh. Kjo është arsyeja pse po ta tregoj ty, sepse ti je e re. Ti mund të kërkosh atje ku unë nuk mundem më. Ti mund ta gjesh atë që unë nuk e kam gjetur kurrë. Fjalët e saj më rënduan si mal mbi shpatulla. Gjyshe, thash, duke a kapur duart. E di që është e vështirë. E di që duket e pamundur. Por do të përpiqem. Premtoj që do të bëj gjithçka që mundem për ta gjetur. Ajo buzëqeshi, dhe ishte buzëqeshja më e bukur dhe më e trishtuar që kisha parë ndonjëherë. Faleminderit, pëshpëriti. Edhe si kur të mos e gjesh, thjesht të dish se ka mundur ta ndaj barrën me dikë, më lehtëson shpirtin. Por unë nuk doja vetëm ta dëgjoja, doja ta gjeja, doja të ktheja vajzën që i kishin rrëmbyer para 83 vitesh. Gjyshe, pyeta, a ke ndonjë dokument, diçka që mund të më ndihmoj? Ajo ngrit, duke ecur ngadalë drejt komodës së vjetër në qofshe të domës. Hapi një sirtar të poshtëm dhe nxori një zarf të verdhur nga koha. Kam vetëm këtë, tha, duke ma dhënë. Brenda kishte një cop letre të vjetër, gati e shprishur. Ishte një dokument i shkruar me dorë, me shkronje të pasigurta në shqip dhe serbisht. Lexova me vëmendje. Certifikat, lindjeje. Vajzë, e lindur më 12 mars 1959, ora 03:20, në shtëpinë e Selim Kastratit, fshati Bresane. Nëna, Fatime Kastrati. Babai, i panjohur, dorëzuar për birësim, 14 mars 1959. Poshtë kishte një vul të vjetër dhe një nënshkrim që mezi lexohej. Është e vetmja provë që ekziston, tha gjyshja. E gjeta fshehur në një këllef jastëku pas vitesh. Babai im duhet ta kishte vendosur atje dhe haruar. E shikoja dokumentin me duar që më dridheshin. Kjo cop letre vjetër ishte kyçi. Ishte dëshmi se Klara kishte ekzistuar vërtet. Do ta marr këtë, thash. Do të shkoj në Prishtinë, në zyrat e gjendjes civile, do të kërkoj çdo dosje që lidhet me këtë emër dhe datë. Do të kontaktoj organizata që merren me gjetjen e personave të humbur. Do të bëj gjithçka. Gjyshja më shikoi me një shpresë të brisht, si një shkëndinë e errësirë. Po sikur të jetë vdekur, pyeti me zë të vogël. Po sikur të mos jetë më në jetë. Atëherë të paktën do të dish, thash. Atëherë do të kesh paqe, sepse të mos dish është tortura më e madhe. Ajo lëvizi kokën duke e shtrënguar dorën time fort. Të lutem, tha. Gjeje, apo gjej çfarë ndodhi, por mos ma lek të barë pas gjithur. Të nesërmen në mëngjes, unë nisa për Prishtinë. Ishte nëntorm dhe qielli ishte gri, i rënduar nga re të ulta. Rruga nga fshati drejt kryeqytetit zgjaste 2 orë me autobus të vjetër që kishte parë ditë më të mira. Gjatë gjithë rrugës, mendoja për gjyshen. E shihja si vajzë 17 vjeçe, duke mbajtur në krah një foshnjë që dinte se do t'ja merrnin. E imagjinoja duke qarë në heshtje,
duke kënduar një nulla me zemër të thyer. Kur mbërrita në Prishtinë, shkova direkt te zyra e gjendjes civile. Godina ishte e vjetër me mure gri dhe korridore të errta që eronte lagështirë dhe letrash të vjetra. "Mirdita", I thash gruas në recepcion, "po kërkoj informacion për një birësim që ndodhi në vitin 1959. Ajo më shikoi me një shprehje që tregonte se kishte dëgjuar kërkesa të tilla më parë. Dosjet e viteve 50 dhe 60 janë pjesërisht të humbura. Gjatë luftës u dogjën shumë arkiva, plus informacioni I birësimeve është konfidencial, nuk mund ta japim pa autorizim gjyqësor. Nëna biologjike është gjallë, shpjegova. Ajo po kërkon për fëmijën e saj, a nuk ka asnjë mënyrë? Gruaja heshti për një moment, pastaj më bëri shenjë të priste. U largua në një zyrë të brendshme dhe u kthyre pas 5 minutash me një burrë të moshuar me syze të krasha. "Unë jam zoti Agron", tha ai. "Punoj këtu që nga viti 1975. Mundet që të mund t'ju ndihmoj, por më duhet të di detaje." I tregova gjithçka, emrin e gjyshes, emrin e gjyshit të madh, datën e lindjes, vendndodhjen. I dhash edhe kopjen e certifikatës së lindjes. Ai e shikoi me vëmendje. "Ky dokument është autentik", tha. "E shoh nga vula dhe formati, por ka një problem. Emri I fëmijës nuk është shënuar. Kjo do të thotë që birësimi ndodhi para se të regjistrohej zyrtarisht emri." "Çfarë do të thotë kjo?" pyeta. "Do të thotë që fëmia u birësua në një emër të ri, të dhënë nga familja birësuese, dhe pa e ditur atë emër, është gati e pamundur ta gjejmë." Zemra më ra. Gati e pamundur, por jo krejtësisht. Ai buzëqeshi, por ishte një buzëqeshje e lodhur. "Ka një gjë që mund të provoj", tha. "Ka një regjistër të vjetër, jo shumë I sakt, ku shënohen të gjitha birësimet e bëra në Kosovë midis viteve 1958 dhe 1962. Është në arkiv, nuk është digitalizuar, do të duhet ta kërkoj me dorë." "Do t'ju pres", thash menjëherë. "Sa kohë të duhet?" Ai tundi kokën. "Do të më duhen ditë, ndoshta javë, por do ta bëj. Lërini kontaktin tuaj." I dhash numrin e telefonit dhe adresën. Para se të largohej, ai më shikoi seriozisht. "Duhet ta dini", tha. "Edhe nëse I gjejmë emrin e familjes birësuese, mundet që ata të mos jetojnë më. Mundet që vajza të jetë larguar nga Kosova. Mundet që emri të jetë ndryshuar përsëri. Mundet që të mos doj ta di të vërtetën." "E di", thash, "por duhet ta provoj." Javët që pasuan ishin ndër më të gjata të jetës sime. Çdo ditë prisja një telefonat. Çdo natë ëndërroja për Klarën, një vajzë pa fytyrë, pa zë, vetëm një hije që vraponte drejt meje, por nuk më arrinte kurrë. Gjyshja më pyeste çdo ditë. "Ndonjë lajm?" "Jo ende gjyshe, por do të vi." Ajo lëvizte kokën, por e shihja shpresën që po shuhej dal nga sytë e saj. Një mbrëmje, pas 3 javësh pritje, telefoni më zëri. Ishte zoti Agron. "E gjeta diçka", tha, dhe zemra më filloi të rrithte me forcë. Çfarë gjetët?" "Në regjistrin e vitit 1959 ka një shënim për një vajzë të birësuar më 14 mars nga fshaki Bresane. Përputhet me datën dhe vendodhjen që më dhat." "Dhe si quhej familja?" Heshti për një moment që më dukej si një përjetësi. "Marković", tha. "Familja Marković, nga Peja. Burri quhej Stanislav Marković, gruaja quhej Ana. Nuk ka familje tjerë të shënuar. Vajza u regjistrua si Klara Marković." Fjanët më zum pa frym. Klara. Edhe atje e kishin quajtur Klara. Emri që gjyshja ja kishte dhënë, emri që Antonini e donte, kishte mbiatuar. "A jeni aty?" pyeti zoti Agron. Po, arrita të them." Faleminderit shumë. A keni adresën e tyre?" "Kam një adres nga viti 1959, rruga Mbretëresha Teut, numri 17, Pej." "Por kjo ishte para 66 vitesh, nuk e di nëse jetojnë ende atje apo nëse jetojnë fare." "Do ta gjej", thash me vendosmëri. "Do të shkoj në Pej. Do ta gjej atë adres, do ta gjej çfarëdo gjurme." "Fati qoftë me ju", tha ai dhe mbyllëm. Nuk prisja. Të nesërmen në mëngjes, mora autobusin për Pej. Peja ishte një qytet I bukur, I vendosur në këmbët e maleve të Rrugovës, me rrugë të ngushte dhe shtëpi të vjetra gur. Kur mbërriva, dielli sapo po ngrihej, duke ngjyrosur qiellin me portokalli dhe roz. E gjeta rrugën Mbretëresha Teut,
një rrugë të vjetër me kaldrëm, me shtëpi të mëdha me obor. Numri 17 ishte një shtëpi me 2 kate, e ndërtuar me gur, me dritare të mëdha dhe një portë druri të përpunuar me dorë. Zemra më rrahte fort ndërsa afrohesha. Çfarë do të thoja? Si do të filloja? Trokita, 1 herë, 2 herë. Asgjë. Trokita përsëri, më fort. Dëgjova hapa nga brenda, të ngadalshëm, të rënduar. Porta u hap dhe një burr i vjetër, me mjekër të bardhë dhe sy të lodhur, më shikoi me pyetje. Po, tha. Mirdita, fillova, duke munduar të mbaja zërin e qetë. Po kërkoj për familjen Marković, a janë këtu? Fytyra e tij u ngrys. Markovićët u largua nga kjo shtëpi para 30 vitesh, tha. Shkua në Serbi gjatë luftës. Kjo shtëpi u ble nga familja ime në vitin 1994. Zemra më ra, por nuk dorëzova. A dini ku shkuan? A keni kontakt me ta? A i tundi kokën? Jo, por pyetin i fqinjin ngjitur, Plaku Recep. A i ka jetuar në këtë rrugë për 80 vjetë. Mundet që të di diçka? Plaku Recep ishte një burr 92 vjeç, i ulur në karrigen e tij në obor, duke pirë kafe të zezë dhe duke pirë cigare të bërë me dorë. Markovićët, tha kur ja përmenda emrin. Po, i mbaj mend. Stanislav dhe Ana, njerëz të mirë, edhe pse ishin serb. Në atë kohë, përpara luftës, jetoni mirë me njëri tjetrin. Nuk kishte rëndësi nacionaliteti. A kishin fëmijë? Pyeta, duke u përpjekur të mos tingëlloja shumë e etur. Kishin një vajzë, tha ai, dhe zemra më kërceu. Klara quaj, e birsuar, nuk ishte e tyre biologjike, por e donin si të tyren, e rritur mirë, vajzë e zgjuar, e sjellshme. E mbani mend? Sigurisht, tha ai duke buzëqeshur me kujtime. Luante këtu në rrugë me fëmijët e tjerë, kishte flokë të kërrusur, sy të mëdhenj të zinj. I pëlqente të vizatonte, gjithmonë kishte një blog vizatimi me vete. Imagjinatat e tij më bën që ta shikoj Klarën jo si një hije të largët, por si një fëmijë të vërtetë, me jetë, me ëndra. Çfarë u bë me ta? Pyeta. Ai u ngrys. Stanislav vdiq në fillim të viteve 80, kancer. Ana mbeti vetëm me Klarën. Pastaj, në vitet 90, kur filloi lufta, situata u bë e vështirë për serbët këtu. Shumë prej tyre u larguan. Edhe Ana u largua bashkë me Klarën, që atëherë ishte e rritur, rreth 30 vjeçe. Ku shkuan? Ai tundi supet. Në Beograd mendoj, por nuk jam i sigurt. Nuk pata kontakt me ta pas largimit. Ndjeva një peshë të rëndë. E kisha gjetur gjurmën, por rruga vazhdonte. A dini ndonjë të afërm të tyre? Dikë që mund të di më shumë? Ai mendoi për një moment. Ana kishte një motër, tha. Jetoni në Novi Sad, në Serbi, por nuk u mbaj mend emrin. Ishte një familje e madhe, Jovanovićot. Mundet që nëse shkoni në Novi Sad dhe pyesni, dikush do t'ju ndihmoj. Ktheva në fshat të shkatëruar emocionale, por jo pa shpresë. I tregova gjyshes gjithçka që kisha mësuar. Klara, përsëriti ajo, duke u mbërthyer në emrin si në një litar shpëtimi. Ata e quajtën Klara. Pra, emri im nuk humbi. E qartë, thash. Ajo u rrit si Klara Marković, dhe tani, nëse është gjallë, duhet të jetë diku në Serbi. Gjyshja më shikoi me sy plot dyshim dhe shpresë të përzier. Si do ta shkosh në Serbi, pyeti? Si do ta gjesh në një vend që nuk e njeh? Do ta gjej një mënyrë, thash. Dhe e gjeta. Kontaktova një organizatë humanitare që merret me kërkimin e personave të humbur gjatë dhe pas luftrave të Ballkanit. U thash historinë. Më lidhen me një avokate në Beograd, një grua e emërtuar Milica, që punonte me raste të birësimeve dhe ribashkimeve familjare. Mund t'ju ndihmoj, më tha ajo nëpër telefon, por duhet të vini këtu, nuk mund të bëhet gjithçka nga distanca. Plus, nëse e gjejmë gruan, do të jetë më mirë të jeni këtu për të folur me të. Një javë më vonë, gjyshja dhe unë ishim në një autobus që po udhëtonte nga Prishtina drejt Beogradit. Udhëtimi zgjaste 7 orë.
Gjyshja nuk ishte udhëtuar kur jashtë Kosovës. Ajo ishte të tensionuar, por e vendosur. Nëse vdes, përpara se ta takoj, tha, duke shikuar nga dritarja ku fushat kalonin njëra pas tjetrës. Të paktën, do të vdes duke ditur se përpoqëm. Nuk do të vdesësh, i thash, duke ja shtrënguar dorën. Do ta takosh, premtoj. Beogradi ishte një qytet i madh, i zhurmshëm, i plot jetë. Kemi shkuar direkt në zyren e avokates Milica. Ajo ishte një grua në të 40-tat të saj, me një fytyrë të mprehtë dhe sy që tregonin se kishte parë shumë histori të dhimbshme. Mirë se erdhët, na tha. Kam bërë disa kërkime paraprake. Ka shumë Marković në regjistër, por kam ngushtuar listën bazuar në moshën dhe vendndodhjen. Ajo nxori një listë me disa emra. Ka një Ana Marković që jeton në një lagje në veri të Beogradit. Mosha përputhet, do të ishte rreth 90 vjeç tani. Kam një adresë, mund të shkojmë ta vizitojmë. Gjyshja më kapi dorën aq fort sa më lëndoi. Tani? Pyeti me zë të dridhur. Po, tha Milica. Nuk ka arsye të presim. Adresa na çoi në një lagje të vjetër, me ndërtesa të mëdha me disa kate, të ndërtuara gjatë periudhës socialiste. E gjetëm ndërtesën, hipëm në katin e 4 dhe qëndruam përpara derës me numër 22. Gjyshja dridhej. E mbaja fort duke i përshpëritur. Je këtu, e gjete. Tani vetëm duhet trokasësh. Ajo mori një frym të thellë dhe trokiti. Hapat dëgjoheshin nga brenda, të ngadalshëm. Porta u hap dhe një grua e vjetër, e hollë, me flok plotësisht të bardhë, na shikoi me hutim. Po, tha në serbisht. Milica foli në gjuhën e saj. Ju jeni Ana Marković? Ajo që jetoi në Pej dhe kishte një bashkëshort Stanislav? Gruaja u ngrit pak. Po, un jam, por kush jeni ju? Milica shikoi nga ana jon. Këto zonja kanë ardhur nga Kosova. Ka një pyetje shumë të rëndësishme për ju. Për vajzën tuaj, Klara. Emri e ndryshoi fytyrën e Ana. Ajo u bë e bardhë. Klara? Përsëriti me zë të dobët. Përse? Gjyshja hapi gojën, por nuk doli zë. Isha unë që fola. Sepse zonja Fatime këtu është nëna biologjike e Klarës, thash. Ajo po e kërkon vajzën që ja morën me forcë para 83 vitesh. Ana Marković na fundit hym. Apartamenti ishte i vogël, i mbushur me mobilje të vjetra dhe fotografi familjare. U ulëm në një dhomë denje, ku drita e diellit hynte nga një dritare madhe. Ana ul ngadalë, sikur i dridheshin këmbët. E dija, tha ajo, duke filluar të qaj. E dija që kjo ditë të vinte një ditë. Stanislav më tha se nuk duhej ta mbaja sekretin. Por unë nuk u guxoja. Ku është Klara? Pyeti gjyshja, me zë që mezi dëgjohej. Ju lutem, thuam që është gjallë. Ana e shikoi me sy plot dhimbje. Është gjallë, tha, dhe gjyshja filloi të qaj me të madhe. Është gjallë dhe jeton këtu në Beograd. Është e martuar, ka 2 fëmijë, punon si mësuese arti. Por ajo nuk e di të vërtetën. Fjalët ranë si rufe. Si nuk e di? Pyeta. Ana fshiu lotët. Kur e morëm, ishte vetëm 2 ditë e vjetër. E rritur si të tonën, i tham që ishte fëmia jon biologjik. Stanislav më bindi se ishte më mirë kështu, se nuk duhej ta dinte se ishte birësuar. Në atë kohë, birësimet ishin të stigmatizuara. Fëmijët e birësuar ishin të diskriminuar. Ne menduam se po e mbronim. Por kjo është e rrethita e saj, thash me zëmërim. E drejta e saj të di. E di, tha Ana duke ulur kokën. E di që kjo ditë do të vinte një ditë. Stanislav më tha se nuk duhej ta mbaja sekretin, por unë nuk u guxoja. Dhe kështu heshta, vit pas viti. Dhe tani, në këtë moshë kam frikë. Frikë se nëse e di do të më urrej. Do të mendoj se e gjithë dashuria që i dhash ishte e rreme. Gjyshja, që kishte dëgjuar çdo fjalë,
U ngrit nga karrigja, hapi drejt Anës, ngadalë dhe ul përpara saj duke ja marrë duart. Dashuria që i dhet nuk ishte e rreme, tha me zë të qartë. Ju e rritët, ju e ushqevët, ju i fshivët lotët, ju e bënit ato që unë nuk mundëm. Unë nuk kam të drejt t'ju marr atë që keni ndërtuar. Por, ajo ka të drejt të di se ka dy nëna. Një që e ka sjell në jetë dhe një që e ka bërë atë jetë të bukur. Fjalët e gjyshes ishin kaq të thjeshta, por kaq të fuqishma, sa edhe unë fillova të qaj. Ana, qau me të madhe. Më falni, tha. Më falni që u amora. Nuk ishte faji juaj, tha gjyshja. Askush nuk është fajtor përveç kohës së keqe në të cilën jetuam. Ju më dhat atë që unë nuk munden, një fëmijëri të lumpur, dhe për këtë do t'ju jem mirënjohëse për gjithmonë. Ana na tregoi gjithçka për Klarën, si kishte qenë si fëmijë, e gëzuar, e plot jetë, që dashuronte të vizatonte dhe këndonte. Si kishte shkuar në shkollë, kishte studiuar art, kishte martuar me një burr të mirë, një inxhinier, dhe kishte pasur 2 fëmijë, një djalë dhe një vajzë. Ajo është grua e mrekullueshme, tha Ana me krenari. E fortë, e bukur, me zemër të madhe. Dhuron për fëmijët që nuk kanë prindër. Punon me jetimore, u mëson vizatim dhe pikturë. Shpesh më thot: "Nëna, e di çfarë do t'ishte të isha rritur pa ty?" Dhe çdo herë zemra më thyhet. "Do takohet me ne?" pyeti gjyshja me zë plot frikë dhe shpresë. Ana heshti për një moment të gjatë. "Do t'ja them," tha më në fund. "Do ta thëras dhe do t'ja them të vërtetën, por nuk mund ta detyroj të vi. Kjo duhet të jetë zgjedhja e saj." "E kuptoj," tha gjyshja. "Vetëm që ajo të di, vetëm që të di se ka një nën që nuk ka pushuar kurrë së dashuruari, që ka menduar për të çdo ditë, që ka qarë për të çdo vit. Kjo është gjithçka që kërkoj." Ana premtoi se do ta kontaktonte Klarën atë mbrëmje. Ktheheshim në hotelin ku po qëndronim. Gjyshja nuk foli gjatë gjithë rrugës. Ishte e zhytur në mendime. Kur arritëm në dhëm, ajo ul në skaj të shtratit dhe mori fotografinë e vjetër, atë që e kishte treguar në fillim. "Nesër do ta takoj," pëshpëriti. "Nesër do të shoh fëmijën tim, pasi 83 vjet." "Gjyshe?" thash, duke ulur pranë saj. "Edhe nëse nuk dëshiron të takoj, ti tash e di se jo është mirë, e di se u rrit e dashuruar, e di se ka një jetë të bukur." "E di," tha jo, "por zemra ime ka nevojë ta shoh, ka nevojë ta dëgjoj zërin, ka nevojë t'i thot, më fal që nuk mundën të qensha ajo që duhej të isha." Atë natë, gjyshja fleu pak, dhe asun. Të nesërme në mëngjes, telefoni i Ana u hodh. Zemra na filloi të rihte të dyve një herësh. "Klara pranon të takoj," tha Ana me zë plot emocion. E thash gjithçka, fillimisht ishte shokuar, nuk besonte, më pas qau, pastaj hesht për një kohë të gjatë. Dhe më në fund tha: "Dua ta takoj në nënën time biologjike, dua ta di kush është." Gjyshja e shtriu dorën për mbështetje, dhe unë e mbështeta. "Kur?" pyeta. "Sot, në pasdite, në parkun e qendrës. Ka një vend atje, pranë liçenit, ku do të jetë qetë." Orët deri në pasdite ishin tortur. Gjyshja ndërroi rroba 3 herë duke pyetur çdo herë: "A më duke mirë? A do të më pëlqej? A do të më pranoj?" "Do të doj," i thash, edhe pse edhe vet isha e tensionuar. Në orën 15 ishim në park. Ishte një ditë e bukur nëntori, me diell të butë dhe erë të lehtë që lëvizte gjethet e verdha që kishin mbetur në drunj. Ana ishte tashmë atje, e shoqëruar nga Milica, dhe pranë saj, ulur në një stol, ishte një grua. Një grua me flokë të kërrusur kafe, me sy të mëdhenj të zinj, me një fytyrë që ishte një përzierje e bukur e dy botëve, lindjes dhe perëndimit, gjyshes dhe Antoninit. Klara. Ajo ngrit kur na pa duke ardhur. Duart ja dridhen. Edhe ajo ishte trembur.
Gjyshja ndaloi para saj. Për një moment, të dyja qëndruan vetëm duke u shikuar. Ti je? Pyeti Klara me zë të thyer. Po, tha gjyshja. Unë jam Fatime. Unë jam nëna jote. Klara filloi të qaj. Pse? Pyeti. Pse më dhe? Sepse nuk kisha zgjedhje, sepse do të të vritnin, sepse ishte ose të jepja jetë larg meje, ose të mos të kisha fare. Dhe unë zgjodha që ti t'jetosh. Klara ul përsëri në stol duke mbuluar fytyrën me duar. Gjithë jetën time kam ndjerë se diçka mungonte, një boshllëk që nuk mund ta mbushja. Mendova se ishte vetëm unë, që kisha diçka të çoroditur, por nuk ishte. Ishte e vërteta që nuk e dija. Gjyshja u ul pranë saj. E di që është shumë vonë, tha. E di që kam humbur 83 vjet. Kam humbur fëmijërinë tënde, rinin tënde, martesën tënde, fëmijët e tu. Kam humbur gjithçka. Por nëse më lejon, edhe për vetëm një ditë, dua të njoh. Dua të di kush je. Dua të dëgjoj zërin tënd. Dua të shoh buzëqeshjen tënde. Klara e shikoi. Përse tani? Pyeti. Përse pas aq shumë kohësh? Sepse jam 85 vjeç, tha gjyshja. Sepse kohë më ka mbetur pak dhe sepse nuk doja të vdisja pa e ditur nëse je mirë, pa të thënë se më fal edhe nëse nuk mund të më falësh. Klara qau me të madhe dhe pastaj, ngadalë, e kapi dorën e gjyshes. Nuk ka çfarë të fal, tha. Nuk ishte faji yt, ishte bota që na detyroi, ishte koha që na ndau. Dhe atë moment, nëna dhe vajza, të ndara për 83 vjet, u përqafuan. Ato folën për orë të tëra. Gjyshja i tregoi Klarës për Antoinetën, për burrin që e kishte dashuruar, që ishte babai i saj biologjik, që ishte rrahur dhe dëbuar për shkak të dashurisë që kishin. Klara qau duke dëgjuar historinë e një burri që nuk e kishte njohur kurrë, por gjakun e të cilit e mbante. Ai të donte, tha gjyshja. Nuk të pa kurrë, por të donte me gjithë zemër, dhe duhej të dish se u bën nga dashuria, jo nga mëkati. Klara i tregoi gjyshes për jetën e saj. Si Ana dhe Stanislav e kishin rritur me dashuri, si kishte studiuar art në Universitetin e Beogradit, si kishte takuar bashkëshortin, Milanin, në një ekspozit pikture, si kishin pasur 2 fëmijë, Anën, quajtur sipas nënës që e kishte rritur, dhe Antoinetën, emër që ja kishte vënë pa ditur që ishte emri i gjyshit të saj biologjik. Është sikur zemra e dinte, tha Klara duke u habitur. E quajta Anton, pa ditur asgjë për baban tim biologjik. Është sikur gjaku kujtonte. Gjyshja e shtrëngoi dorën. Gjaku gjithmonë kujton, tha, edhe kur mendja harron. Ato takuan edhe ditët në vijim. Klara e solli familjen e saj, bashkëshortin dhe fëmijët e saj. Gjyshja takoi mbesat e saj, 2 fëmijë të mrekullueshëm, njëri 10 vjeç dhe tjetra 7. Kush është kjo zonjë? Pyeti i vogli Anton. Kjo, tha Klara duke buzëqeshur në përlot, është gjyshja juaj, gjyshja biologjike e mamit. Kemi një gjyshe tjetër? Pyeti vajza Ana me sy të mëdhenj nga habia. Po, tha Klara, dhe është një histori e gjatë, por një ditë do t'ua tregoj gjithçka. Fëmijët ja vun duar gjyshes Fatime dhe ajo, duke qarë nga lumturia, i përqafoi. Kam 6 nipër, tha ajo. 6. Perëndia është i mirë. Por historia nuk mbaroi atje. Një mbrëmje, kur qëndroni në apartamentin e Ana, Klara solli një zarf. Gjeta diçka, tha, në dokumentet e vjetra të nënës. Ana, diçka që mendoj se duhet ta dish. Gjyshja e hapi zarfin me duar të dridhura. Brenda ishte një letër e vjetër, e shkruar në frëngjisht, e datuar. 15 maj 1960. Milica që ishte me ne e lexoi me zë të lartë. Zonja e nderuar Ana Marković.
Ju shkruaj këtë letër me shpresën se vajza që keni birësuar është mirë dhe e lumtur. Ka munduar që për një vit të gjej ku është quar, por nuk kam pasur sukses. Ju shkruaj sepse kam informacione që mendoj se duhet t'i dini. Unë jam Antoine Moreau, babai biologjik i fëmijës. Nëna, Fatime, ishte dashuria ime. Në ndan me forcë dhe unë u detyrua të lë Kosovën. Kam jetuar një vit në ferrin e mos dituri, por tani, përmes një miku që punon në qeverinë jugoslave, kam mundur të gjej një gjurmë. Ju lutem, nëse kjo letër ju arrin, ruajeni. Dhe nëse një ditë vajza dëshiron ta di të vërtetën, thuajeni. Babai i saj nuk e harroi kurrë. Babai i saj u përposh ta gjej. Dhe babai i saj dhe ta donte përgjithmonë edhe nga largësia. Jetoj në Paris, në adresën Rue de la République 34. Nëse vajza dëshiron të më kontaktojë ndonjëherë, sado e vjetër të jem, do të jem atje. Me respekt, Antoine Moreau. Heshtja që pasoi ishte absolute. Ai të kërkoj, tha gjyshja, duke qarë. Ai nuk më harroi kurrë. Ana nuk ma tregoi kurrë këtë letër, tha Klara, duke u zemëruar. Pse? Pse e fshehu? Ana, që ishte atje gjithashtu, filloi të qaj. Sepse kisha frikë, tha. Kisha frikë se nëse do të dije, do të kërkoje për ta, dhe do të largoheshe, do të humbisja vajzën time. Dhe nuk mundën. Jam egoiste, e di, por nuk mundën. Klara ishte zemëruar, por edhe e dhimbshur. Tani ai mund të jetë vdekur, tha. Mund të jetë shumë vonë. Mundet, tha Milica, por mundet edhe të jetë gjallë. Nëse ishte 24 vjeç në 1958, tani do të ishte 91 vjeç. Është e vjetër, por jo e pamundur. Duhet ta gjej, tha Klara me vendosmëri. Duhet ta di. E kontaktuam ambasadën franceze në Beograd. Shpjeguam situatën. Ata na lidhen me konsullatën franceze që më pas na ndihmoi të bënim kërkime në regjistrat civil të Francës. Pas një javë dhe kërkime, erdhën lajme. Antoine Moreau, i lindur më 1934 në Lyon, është gjallë, tha zyrtari konsullor. Jeton ende në Paris, por nuk është më në adresën e vjetër. Është zhvendosur në një shtëpi pleqësh në periferi të qytetit. Zemrat na çan. A mund të kontaktohemi me të? Pyeta? Po. Mund të ju japim numrin e shtëpisë së pleqve, por duhet të dini, ai është shumë i vjetër dhe shëndeti i tij nuk është i mirë. Nuk e dim nëse do të jetë në gjendje të flasë ose të kuptoj. Por duhet ta provonim. Telefonatuam shtëpinë e pleqve. Një infermiere na tha se zoti Moreau ishte në gjendje të fliste, por kujtesa e tij ishte e dobët. Megjithatë, ajo premtoi se do të na mundsonte një videothirrje. Ditën e caktuar, ulëm të gjithë rreth kompjuterit. Gjyshja, Klara, Ana, unë dhe Milica. Kur ekrani u ndez, shfaqej një burr i vjetër shumë i dobët me flokë të bardhë, me sy të kaltër të zvogëluar nga mosha, por ende plot jetë. Alo? Thaj me zë të dobët. Qui est? Klara, e cila kishte mësuar pak frëngjisht, foli. Monsieur Moreau, je m'appelle Clara. Je suis votre fille. Zoti Moreau, unë quam Klara. Unë jam vajza juaj. Burri ngriti syt. Për një moment, nuk foli. Pastaj, me zë plot habitje dhe lot. Ma fi? Ma Klara? Uj, tha Klara duke qarë. Uj, papa! Antoni filloi të qaj. Je te shershe, tha duke dridhur. Të kam kërkuar. Për vite, për 10 vite, nuk të gjeta. Mendova se isha humbur për gjithmonë. Jo, tha Klara, nuk jam humbur. Jam këtu dhe kam ardhur për t'u takuar. Ty vjen më voir? Po të ardhur? Je duke ardhur të më shohësh? Po, tha Klara me vendosmëri. Do të vi në Paris, do të takoj dhe do të sjell dikë që dëshiron ta takoj. Ajo e ktheu kamerën nga gjyshja. Kjo është Fatime, tha, nëna ime biologjike, gruaja që doje. Antoni e shikoi gjyshën nëpër ekran,
Për një moment koha u ndal. Fatime, përshpëriti ai, dhe emri dori si një lutje, si një dënes nga e kaluara. Fatime, mon amour. Gjyshja nuk mund të fliste, vetëm qau dhe lëvizi kokën. Je t'aime, thaj, je te toujours aimé, çdo ditë të jetësime. Edhe unë, arriti të thoshte gjyshja në përlot, edhe unë të kam dashur çdo ditë. 3 javë më vonë, gjyshja dhe Klara ishin në një aeroplan drejt Parisit. Unë shkova me to, sepse gjyshja kishte nevojë për mbështetje. Ishte udhëtimi i parë i gjyshës me avion. Ishte e trembur, por edhe e gëzuar. Do ta shoh, përsëriti ajo çdo pak. Pas 83 vitesh, do ta shoh. Kur mbërritëm në Paris, qielli ishte gri dhe shiu raskaste lehtë. Mori një taksi dhe shkova në shtëpinë e pleqve, një ndërtesë e qetë në periferi, e rrethuar nga kopshte. Infermierja na priti me buzëqeshje. Ai ju pret, tha. Nuk ka folur për asgjë që prej thirrjes tuaj. E ka përgatitur veten, ka veshur kostum, dëshiron të duket mirë për ju. Na çoi në një dhomë të vogël të ndriçuar, dhe atje, në një karrige me rrota pranë dritares, ishte Antoni. Ai ishte shumë i vjetër, shumë i dobët, por sytë e tij, ato sy të kaltër, ende shkëlqenin. Kur na pa, përpeq të ngrihet, por këmbët nuk e mbështeten. Klara vrapoi dhe e përqafoi. Papa, tha duke qarë. Papa, jam këtu. Ai e mori fytyrën e saj në duar, duke e shikuar me një habi të shenjtë. Ti je bukur, tha në frëngjisht, që Klara ja përktheu më vonë. Kaq e bukur, sikur nëna jote, sikur dielli. Pastaj e pa gjyshen, që ishte pyet pak më prapa, duke dridh. Fatime, thirri, dhe zëri i tij u thye. Gjyshja afrohej ngadalë, ul në karrige pranë tij, dhe për herë të parë, pas 83 vitesh, duhet e tyre u takuan. Antoine, tha ajo. Mon amour, tha ai. Dhe aty, në atë dhomë të vogël në Paris, 2 njerëz që ishin dashuruar në rininë e tyre, që ishin ndarë me forcë, që kishin jetuar jetë të plota por të palakmueshme, më në fund u ribashkuan. Ata folën për orë të tëra. Antoani i tregoi gjyshes se çfarë kishte bërë me jetën e tij, se kishte kthyer në Francë, por nuk ishte martuar kurrë, se kishte provuar të harronte, por nuk kishte mundur, se kishte punuar si inxhinier për 50 vjet, kishte ndërtuar ure në gjithë Europën, por zemra e tij kishte mbetur në atë urë të vogël në Kosovë, ku e kishte takuar vajzën me sy të zinj. Çdo urë që ndërtova, tha ai, e ndërtova duke menduar për ty, duke shpresuar që një ditë, diku, ti do të kaloje mbi të dhe do të mendoje për mua. Gjyshja i tregoi për jetën e saj, për Raminin, burrin e mirë që e kishte dashuruar, por jo me atë zjarr, për 5 fëmijët që kishte rritur, për luftën që kishte mbijetuar, për gjithë vitet që kishte qarë për Klaren. Asnjë ditë nuk kaloi pa të, asnjë ditë. Antoani qau. Unë gjithashtu, tha. Edhe unë. Klara i dëgjoi të dy me një emocion që nuk mund të përshkruej me fjalë. Ajo po njihte 2 njerëz që nuk e kishte njohur kurrë, por që ishin pjesë e saj. Ajo po dëgjonte një histori dashurie që kishte lindur në mospërputhje me botën, por që kishte mbijetuar 10 dekada. Faleminderit, tha ajo duke i shikuar të dy. Faleminderit që më dhat jetë. Faleminderit që më duat edhe nga largësia. Ti ishe gjithmonë e dashuruar, tha gjyshja. Gjithmonë, përsëriti Antoani. Gjyshja dhe Klara qëndruan në Paris për 2 javë. Çdo ditë vizituan Antoaninën. Klara i tregoi për jetën e saj, për familjet, për artin që krijonte. Antoani dëgjoi çdo fjalë me një krenari dhe një dashuri që ishin prekse. Un kam një vajzë, thoshte ai çdo ditë, duke u habitur sikur ishte hera e parë. Un kam një vajzë të bukur. Për kohë Antoanit ishte e shkurtër, trupi i tij ishte i lodhur, zemra e tij kishte vuajtur shumë. Një mbrëmje, ndërsa gjyshja ishte ulur pranë tij, ai e kapi dorën. Tani mund të vdesi lumtur, tha, sepse të pash, sepse e dija që vajza jonë është mirë, sepse nuk vdiqja duke menduar se të kisha braktisur. Nuk vdes, tha gjyshja duke qarë, jo tani,
Jo kur sapo u gjetëm. Jeta nuk është e drejtë, tha ai me një buzëqeshje të dobët. Por ne patët 2 javë. 2 javë më shumë se sa mendova se do të kisha ndonjëherë. Dhe ato 2 javë janë më të çmuarat se gjithë vitet e tjera. Atë natë, Antoani vdiq në gjumë, me buzë në buzë, duke mbajtur në duar një fotografi të vjetër të gjyshes, që e kishte ruajtur për 83 vjet. Kur morëm lajmin në mëngjes, gjyshja qau, por nuk ishte një vajtim i trishtëm, ishte një qarje lehtësimi. Ai preu i lumtur, tha ajo. E di sepse ja pash në sy, nuk kishte më dhimbja, vetëm paqe. Klara organizoi funeralin. Ishte një ceremoni e vogël, e qetë, në një varrez në periferi të Parisit. Ishin pak njerëz, disa kolegë të vjetër, disa fqinj, infermierët nga shtëpia e pleqjve. Dhe ne, gjyshja, Klara dhe unë. Kur arkivoli ul në tokë, gjyshja hodhi një lule, një karafil të kuq, lule që kishin qenë të preferuarat e Antoanit. Shihemi, pëshpëriti. Kur të vi koha ime, shihemi përsëri. Kthehemi në Kosovë me zemra të rënduar, por plot. Gjyshja kishte gjetur vajzën, kishte parë dashurinë e saj të parë, kishte mbyllur një cikël që kishte qenë i hapur për 83 vjet. Por historia nuk mbaroi atje. Kjo, tha Klara duke buzëqeshur në përlot, është gjyshja juaj, gjyshja biologjike e mamit. Kemi një gjyshe tjetër, pyeti vajza Ana me sy të mëdhenj nga habia. Po, tha Klara, dhe është një histori e gjatë, por një ditë do t'ua tregoj gjithçka. Fëmijët ja vun duar gjyshes Fatime dhe ajo, duke qarë nga lumturia, i përqafoi. Kam 6 nipër, tha ajo. 6. Perëndia është i mirë. Por historia nuk mbaroi atje. Një mbrëmje, kur qëndroni në apartamentin e Ana, Klara solli një zarf. Gjeta diçka, tha, në dokumentet e vjetra të nënës. Ana, diçka që mendoj se duhet ta dish. Gjyshja e hapi zarfin me duar të dridhura. Brenda ishte një letër e vjetër, e shkruar në frëngjisht, e datuar. 15 maj 1960. Milica që ishte me ne e lexoi me zë të lartë. Zonja e nderuar Ana Marković. Ju shkruaj këtë letër me shpresën se vajza që keni birësuar është mirë dhe e lumtur. Ka munduar që për një vit të gjej ku është quar, por nuk kam pasur sukses. Ju shkruaj sepse kam informacione që mendoj se duhet t'i dini. Unë jam Antoine Moreau, babai biologjik i fëmijës. Nëna, Fatime, ishte dashuria ime. Në ndan me forcë dhe unë u detyrua të lë Kosovën. Kam jetuar një vit në ferrin e mos dituri, por tani, përmes një miku që punon në qeverinë jugoslave, kam mundur të gjej një gjurmë. Ju lutem, nëse kjo letër ju arrin, ruajeni. Dhe nëse një ditë vajza dëshiron ta di të vërtetën, thuajeni. Babai i saj nuk e harroi kurrë. Babai i saj u përposh ta gjej. Dhe babai i saj do ta donte përgjithmonë edhe nga largësia. Jetoj në Paris, në adresën Rue de la République 34. Nëse vajza dëshiron të më kontaktoj ndonjëherë, sado e vjetër të jem, do të jem atje. Me respekt, Antoine Moreau. Heshtja që pasoi ishte absolute. Ai të kërkoj, tha gjyshja, duke qarë. Ai nuk më harroi kurrë. Ana nuk ma tregoi kurrë këtë letër, tha Klara, duke u zemëruar. Pse? Pse e fshehu? Ana, që ishte atje gjithashtu, filloi të qaj. Sepse kisha frikë, tha. Kisha frikë se nëse do të dije, do të kërkoje për ta, dhe do të largoheshe, do të humbisja vajzën time. Dhe nuk mundën. Jam egoiste, e di, por nuk mundën. Klara ishte zemëruar, por edhe e dhimbshur. Tani ai mundet të jetë vdekur, tha. Mundet të jetë shumë vonë. Mundet, tha Milica, por mundet edhe të jetë gjallë. Nëse ishte 24 vjeç në 1958, tani do të ishte 91 vjeç. Është e vjetër, por jo e pamundur. Duhet ta gjej, tha Klara me vendosmëri. Duhet ta di.
E kontaktuam ambasadën franceze në Beograd, shpjeguam situatën. Ata na lidhen me konsullatën franceze që më pas na ndihmoi të bënim kërkime në regjistrat civil të Francës. Pas një javë kërkime, erdhën lajme. Antoine Moreau, i lindur më 1934 në Lyon, është gjallë, tha zyrtari konsullor. Jeton ende në Paris, por nuk është më në adresën e vjetër. Është zhvendosur në një shtëpi pleqësh në periferi të qytetit. Zemrat na çan. A mund të kontaktohemi me të? Pyeta? Po. Mund të ju japim numrin e shtëpisë së pleqve, por duhet të dini, ai është shumë i vjetër dhe shëndeti i tij nuk është i mirë. Nuk e dim nëse do të jetë në gjendje të flasë ose të kuptojë. Por duhet ta provonim. Telefonatuam shtëpinë e pleqve. Një infermiere na tha se zoti Moreau ishte në gjendje të fliste, por kujtesa e tij ishte e dobët. Megjithatë, ajo premtoi se do të na mundsonte një videothirrje. Ditën e caktuar, ulëm të gjithë rreth kompjuterit. Gjyshja, Klara, Ana, unë dhe Milica. Kur ekrani u ndez, shfaqej një burr i vjetër shumë i dobët me flokë të bardhë, me sy të kaltër të zvogëluar nga mosha, por ende plot jetë. Alo? Thaj me zë të dobët. Qui est? Klara, e cila kishte mësuar pak frëngjisht, foli. Monsieur Moreau, je m'appelle Clara. Je suis votre fille. Zoti Moreau, unë quhem Klara. Unë jam vajza juaj. Burri ngriti syt. Për një moment, nuk foli. Pastaj, me zë plot habitje dhe lot. Ma fi? Ma Klara? Uj, tha Klara duke qarë. Uj, papa. Antoni filloi të qaj. Je te cherche, tha duke dridhur. Të kam kërkuar. Për vite, për 10 vite, nuk të gjeta. Mendova se isha humbur për gjithmonë. Jo, tha Klara, nuk jam humbur. Jam këtu dhe kam ardhur për t'u takuar. Tu vjen më voir? Po të ardhur? Je duke ardhur të më shohësh? Po, tha Klara ve vendosmëri. Do të vi në Paris, do të takoj dhe do të sjell dikë që dëshiron ta takoj. Ajo e ktheu kamerën nga gjyshja. Kjo është Fatime, tha, nëna ime biologjike, gruaja që doje. Antoni e shikoi gjyshen nëpër ekran, për një moment koha u ndal. Fatime, përshpëriti ai, dhe emri dori si një lutje, si një dënes nga e kaluara. Fatime, mon amour. Gjyshja nuk mund të fliste, vetëm qau dhe lëvizi kokën. Je t'aime, thaj, je te të me, çdo ditë të jetësime. Edhe unë, arriti të thoshte gjyshja në përlot, edhe unë të kam dashur, çdo ditë. 3 javë më vonë, gjyshja dhe Klara ishin në një aeroplan drejt Parisit. Unë shkova me to, sepse gjyshja kishte nevojë për mbështetje. Ishte udhëtimi i parë i gjyshës me avion. Ishte e trembur, por edhe e gëzuar. Do ta shoh, përsëriti ajo çdo pak. Pas 83 vitesh, do ta shoh. Kur mbërritëm në Paris, qielli ishte gri dhe shiu raskaste lehtë. Mori një taksi dhe shkova në shtëpinë e pleqve, një ndërtesë e qetë në periferi, e rrethuar nga kopshte. Infermierja na priti me buzëqeshje. Ai ju pret, tha. Nuk ka folur për asgjë që prej thirrjes tuaj. E ka përgatitur veten, ka veshur kostum, dëshiron të duket mirë për ju. Na çoi në një dhomë të vogël të ndriçuar, dhe atje, në një karrige me rrota pranë dritares, ishte Antoni. Ai ishte shumë i vjetër, shumë i dobët, por sytë e tij, ato sy të kaltër, ende shkëlqenin. Kur na pa, përpeq të ngrihet, por këmbët nuk e mbështeten. Klara vrapoi dhe e përqafoi. Papa, tha duke qarë. Papa, jam këtu. Ai e mori fytyrën e saj në duar, duke e shikuar me një habi të shenjtë. Ti je bukur, tha në frëngjisht, që Klara ja përktheu më vonë. Kaq e bukur, sikur nëna jote, sikur dielli. Pastaj e pa gjyshen, që ishte pyet pak më prapa, duke dridh. Fatime, thirri, dhe zëri i tij u thye. Gjyshja afrohej ngadalë, ul në karrige pranë tij, dhe për herë të parë, pas 83 vitesh, duhet e tyre u takuan. Antoine, tha ajo. Mon amour, tha ai.
Dhe aty, në atë dhomë të vogël në Paris, dy njerëz që ishin dashuruar në rininë e tyre, që ishin ndarë me forcë, që kishin jetuar jetë të plota por të palakmueshme, më në fund u ribashkuan. Ata folën për orë të tëra. Antoani i tregoi gjyshes se çfarë kishte bërë me jetën e tij, se kishte kthyer në Francë, por nuk kishte martuar kurrë, se kishte provuar të harronte, por nuk kishte mundur, se kishte punuar si inxhinier për 50 vjet, kishte ndërtuar ure në gjithë Europën, por zemra e tij kishte mbetur në atë urë të vogël në Kosovë, ku e kishte takuar vajzën me sy të zinj. Çdo urë që ndërtova, tha ai, e ndërtova duke menduar për ty, duke shpresuar që një ditë, diku, ti do të kaloje mbi të dhe do të mendoje për mua. Gjyshja i tregoi për jetën e saj, për Raminin, burrin e mirë që e kishte dashuruar, por jo me atë zjarr, për 5 fëmijët që kishte rritur, për luftën që kishte mbijetuar, për gjithë vitet që kishte qarë për Klaren. Asnjë ditë nuk kaloi pa të, asnjë ditë. Antoani qau. Unë gjithashtu, tha, edhe unë. Klara i dëgjoi të dy me një emocion që nuk mund të përshkruhej me fjalë. Ajo po njihte dy njerëz që nuk e kishte njohur kurrë, por që ishin pjesë e saj. Ajo po dëgjonte një histori dashurie që kishte lindur në mospërputhje me botën, por që kishte mbijetuar 10 dekada. Faleminderit, tha ajo duke i shikuar të dy. Faleminderit që më dha jetë. Faleminderit që më duat edhe nga largësia. Ti ishe gjithmonë e dashuruar, tha gjyshja. Gjithmonë, përsëriti Antoani. Gjyshja dhe Klara qëndruan në Paris për 2 javë. Çdo ditë vizituan Antoaninën. Klara i tregoi për jetën e saj, për familjet, për artin që krijonte. Antoani dëgjoi çdo fjalë me një krenari dhe një dashuri që ishin prekse. Un kam një vajzë, thoshte ai çdo ditë, duke u habitur sikur ishte hera e parë. Un kam një vajzë të bukur. Për kohë Antoanit ishte e shkurtër. Trupi i tij ishte i lodhur. Zemra e tij kishte vuajtur shumë. Një mbrëmje, ndërsa gjyqja ishte ulur pranë tij, ai e kapi dorën. Tani mund të vdes i lumtur, tha, sepse të pash, sepse e dija që vajza jonë është mirë, sepse nuk vdiqja duke menduar se të kisha braktisur. Nuk vdes, tha gjyqja duke qarë. Jo tani, jo kur sapo u gjetëm. Jeta nuk është e drejtë, tha ai me një buzëqeshje të dobët. Por ne patët 2 javë. 2 javë më shumë se sa mendova se do të kisha ndonjëherë. Dhe ato 2 javë janë më të çmuarat se gjithë vitet e tjera. Atë natë, Antoani vdiq në gjumë, me buzë në buzë, duke mbajtur në duar një fotografi të vjetër të gjyshes, që e kishte ruajtur për 83 vjet. Kur morëm lajmin në mëngjes, gjyshja qau, por nuk ishte një vajtim i trishtëm, ishte një qarje lehtësimi. Ai preu i lumtur, tha ajo. E di sepse ja pash në sy, nuk kishte më dhimbja, vetëm paqe. Klara organizoi funeralin. Ishte një ceremoni e vogël, e qetë, në një varrez në periferi të Parisit. Ishin pak njerëz, disa kolegë të vjetër, disa fqinj, infermierët nga shtëpia e pleqve. Dhe ne, gjyshja, Klara dhe unë. Kur arkivoli ul në tokë, gjyshja hodhi një lule, një karafil të kuq, lule që kishin qenë të preferuarat e Antoanit. Shihemi, pëshpëriti. Kur të vi koha ime, shihemi përsëri. Kthehemi në Kosovë me zemra të rënduar, por plot. Gjyshja kishte gjetur vajzën, kishte parë dashurinë e saj të parë, kishte mbyllur një cikël që kishte qenë i hapur për 83 vjet. Por historia nuk mbaroi atje. Klara vendosi të vi në Kosovë për herë të parë. Donte të shihte vendin ku kishte lindur, donte të shihte shtëpinë ku nëna e saj kishte vuajtur. Donte të ecte në të njëjtin vend ku prindrit e saj ishin dashuruar. Shkuam në fshat. Shtëpia e vjetër e gjyshit të madh Selim nuk ekzistonte më. Ishte djegur gjatë luftës dhe nuk ishte rindërtuar kurrë. Por themelet ishin ende atje, të mbuluara me barë dhe ferra. Klara unë në tokë, në vendin ku dikur kishte qenë dhoma ku kishte lindur. Këtu filloi gjithçka, tha. Këtu erdha në jetë. Po, tha gjyshja, dhe këtu të dash larg, këtu më u thye zemra, dhe këtu sot po e riparoj. Klara e përqafoi. Nuk u thye, tha, vetëm u nda në 2 pjesë, një pjesë që ndroi me ty dhe një pjesë erdhi me mua, por tani jemi bashk, tani jemi të plota.
Shkuam edhe te ura që Antonini kishte ndërtuar. Ishte ende atje, e vjetër por e fortë, duke kaluar mbi lumin që rrëshqite I qetë. Kjo është puna e ti, tha gjyshja, duke prekur gurin e ftohtë. Ai e ndërtoi me duart e tij, dhe çdo gur e vendosi duke menduar për mua. Klara hodhi një lule në lum. Për ty, papa, tha. Faleminderit për gjithçka. Në muaj që pasuan, Klara erdhe shpesh në Kosovë, solli familjen, bashkëshortin, fëmijët. Ata takuan teze dhe xhaxhajt, babain tim dhe motran e tij. Në fillim, reagimi ishte I përzierë, disa nuk dinin si të sillen, disa ishin të hutuar, por me kalimin e kohës se pranuan. Ajo është motra jon, tha baba im, duke e përqafuar Klarën. Nuk e dinim, por gjithmonë ka qenë. Mirë se erdhe në shtëpi. Klara qau. Faleminderit, tha. Faleminderit që më pranuat. Familja u zgjerua. Fëmijët e Klarës u bën pjesë e familjes. Ata mësuan shqip, mësuan zakonet tona, mësuan kush ishin. Dhe gjyshja, për herë të parë pas 83 vitesh, ishte e plot. Një vit pas takimit, gjyshja u sëmur. Ishte 86 vjeç dhe trupi I saj ishte I lodhur. Doktorët thanë se nuk kishte shumë kohë. Klara erdhi me njëherë, qëndroi pranë shtratit të gjyshes, duke I mbajtur dorën. Gjyshe, tha, duke përdorur fjalën që kishte mësuar në shqip. Mos u largo ende. Gjyshja buzëqeshi. Koha ime ka ardhur, tha, por nuk kam frikë, sepse e bëra atë që duhej. E gjeta vajzën time, I thash të vërtetën, dhe tani kur të vdes, do të vdes e plot. Çfarë dëshiron? Pyeti Klara. Çfarë mund të bëj për ty? Gjyshja e shikoi me dashuri. Kujdesu për nënën Ana, tha. Ajo të dha atë që unë nuk mundën, ajo të bëri atë që je, dhe ajo të do, ashtu siç të dua edhe unë. Premtoj, tha Klara. Dhe thuaj ju fëmijëve të tu historinë tonë, vazhdoi gjyshja. Thuaj ju se dashuria nuk njeh kufi, se e vërteta, edhe kur vjen vonë, vlen gjithmonë, dhe se familja nuk është vetëm gjak, por është dashuria që zgjedhim t'i japim. Do t'ju a them, premtoi Klara. Gjyshja shtrëngoi dorën për herë të fundit. Faleminderit, tha. Faleminderit që erdhe, faleminderit që më fale, faleminderit që më lë të njoh. Jo, tha Klara duke qarë. Faleminderit ty, faleminderit që më dhe jetë, faleminderit që më dashuruave edhe nga largësia, faleminderit që kur nuk më harrove. Atë natë, gjyshe Fatime vdiqe qetë, e rrethuar nga të gjithë fëmijët e saj, të 6, jo të 5, e rrethuar nga dashuria, nga falja, nga e vërteta. Në funeral, erdhën qindra njerëz, jo vetëm nga fshati, por edhe nga Prishtina, nga Peja, nga Beogradi, madje edhe nga Parisi. Klara foli në emër të familjes. Kjo grua, tha, ishte shembull I forcës. Ajo humbi shumë, dashurin, fëmijën, lirin, por nuk humbi shpresën. Ajo besoi se një ditë e vërteta do të dilte në dritë, dhe doli. Sot, ne jemi këtu jo vetëm për të vajtuar, por edhe për të festuar. Festojmë një jetë që edhe përmes dhimbjes krijoi dashuri. Festojmë një grua që edhe kur I morën gjithçka, dha gjithçka që kishte. Dhe festojmë një mesazh, se kurrë nuk është shumë vonë për të thënë të vërtetën. Kurrë nuk është shumë vonë për të kërkuar falje. Kurrë nuk është shumë vonë për dashuri. 5 vjet kanë kaluar që atëherë. Ana, nëna që e kishte rritur Klarën, ende jeton. Ajo tani jeton gjysmën e kohës në Beograd dhe gjysmën në Kosovë, duke I vizituar të 2 familjet që konsideron të sajat. Klara hap një fondacion në nder të gjyshes dhe Antoinit. Quhet Ura e Dashurisë, një organizatë që ndihmon fëmijët e birsuar të gjejnë prindrit e tyre biologjik dhe prindrit e humbur të gjejnë fëmijët. Çdo vit, më 12 mars, ditën e lindjes së Klarës, ne të gjithë mblidhemi. Familja nga Kosova, familja nga Serbia, fëmijët, niprit, miqt. Mblidhemi te ura e vjetër që Antoini ndërtoi dhe hedhim lule në lum. Hedhim një lule për Fatimen.
hedhim një lule për Antoinën, hedhim një lule për të gjithë ata që janë ndarë me forcë, por që nuk janë harruar kurrë. Dhe ndërsa lulet lundrojnë në ujë, ne qëndrojmë aty, një familje e çuditshme, e ndërtuar nga dhimbje, por e lidhur nga dashuria, sepse kjo është e vërteta që gjyshja donte të na mësonte. Familja nuk është vetëm gjaku që ndajmë, është dashuria që zgjedhim të japim, është falja që zgjedhim të ofrojmë, është e vërteta që guxojmë ta themi. Dhe kur e vërteta thuhet, edhe pas 18 vjetësh, shëron gjithçka. Nëse e ke dëgjuar këtë histori deri në fund, dua të pyes diçka. A ka një sekret në familjen tënde që ende nuk është thënë? A ka dikë që nuk e ke falur ende? A ka dashuri që nuk e ke shprehur? Mos prit 83 vjet, thuaje sot, sepse jeta është e shkurtër, dhe sekretet kur mbahen shumë kohë, bëhen barë që na thithin shpirtin. Por e vërteta, edhe kur dhemb, liron. Shkruaj në komente. Çfarë të mësoj kjo histori? A ke ndonjë histori të ngjashme në familjen tënde? Ndajeni me ne, sepse çdo histori meriton të dëgjohet. Dhe nëse e ke dëgjuar deri këtu, faleminderit. Faleminderit që i dhe koksa historie. Faleminderit që besove se dashurina, edhe në për 10 dekada, mbjeton. Sepse mbjeton. Gjithmonë.